Korit në këto, po hynë hak këtyne militantëve ti, po jo. Sinqerisht, ditë zhgënjys edhe i pa përgjegjshëm në kursën e tij të rrezikshëm. Nëse qytetarët e Republikës Kosovës prodhojnë Kosova me u largu prej perëndimit edhe prej Shteteve të Bashkuara të Amerikës sidomos, le ta votojnë Albinin. Nuk jam unë ai i cili i prapsoj, i noli. Le ta votojnë 500.000 zemra, 1 milione. Hiçbe nuk kam unë asnjë mundësi. Unë e jam jashtë në bazë të analizave të mia një 40 vjeçare. Prej e kum përmend shpesh, po duhet me përmend në rezolutës parë me 84 në shekullit kaluar që u bën Kongresin Amerikan për shkeljet të drejtave të njeriut nga Jugosllavia në Kosovë. E deri me sot, asnjë vendim të cilin na e kemi ndëgju aleatin tonë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk na ka dalë dallash, nuk na ka dalë keq. Edhe mos ta harroj, edhe një sen, letë është më ju folë socializma e dorë të forë do studentave atje të kolegjeve në Amerikë, por që kjo Amerikë, ku janë sulmu pikat 133 në veri, me helikopter, i ka dërgu doganjerët edhe stafin e Republikës Kosovës. Pa që të Amerikë do më honë, as ka ekonomi, as ka drejtësi, as ushtri. As shtet. Por, pa Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk mund të ketë sundim të ligjit në veri. Albini që të probleme ka. Unë po du sundim të ligjit, s'po mlonë Amerikanët. Kur janë ngritë Amerikanët kundër sundimit të ligjit? Thumna një fakt që tu. Edhe unë e bindna. Kur përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë nuk janë ngritë rezultatet e State Departmentit kundër sundimit të ligjit. Por, janë ngritë se aksionet policore nuk janë përcjell asnjëherë me hapa politik shtensionues, nuk ka politika qarta çka po bën me atë vetë menaxhimin e me asociacionin 3 herë të akordum, dhe mbi të gjitha Shtetet e Bashkuara të Amerikës tash se vëni ja kanë marrë zet kryeministrin detyre të Republikës sonë për shkak se po i intimidon gjykatësit e gjitha niveleve. Ja u botojnë emnat, ja u publikojnë ftyrat, i qesin në atë shtyllën e turpit i thuhet ajo, që populli me identifiku kush janë, edhe me i qëllu. Domthonjë, kjo është çaq politika të rrezikshme në shtet, mrena, so që realisht e bën Albin Kurti njeriu i cili me vetë mënyrën se si flet. E kam edhe një fakt shpejt, Petro. Përbëllëm se kur duhet të ndërpres pasaj e më thua... Në një forum tjetër, një ditë ma herët, Albin Kurti thot se po e mon leksione me Amerikanëve se si duhet me i trajtu në